Aksident në aksin rrugor Maqellar-Peshkopi, 2 persona të lënduar. Mëngjesin e sotëm rreth orës 8:40 minuta në aksin nacional Maqellar-Peshkopi, në vendin e quajtur Gref, ka ndodhur një aksident rrugor ku janë përfshirë 4 automjete. Sipas informacioneve paraprake, shkaki i ngjarjes dyshohet të ketë qenë lagështira në rrugë, e cila ka bërë që mjetet të humbin kontrollin dhe të përplasin me njëra tjetrën. Në aksident janë përfshirë automjetet e drejtuara nga shtetasit UL, FP, IR dhe HH. Si pasojë e përplasjes ka mbetur të lënduar drejtuesi i njërit prej mjeteve, shtetasi HH, si edhe një pasagjere, shtetasja IL. Të dy të dëmtuarit janë transportuar menjëherë në spitalin e zonës, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht, sipas burimeve spitalore, ato ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po kryejnë veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të aksidentit, mbledhjen e provave dhe sqarimin e rrethanave që çuan në përplasjen e 4 mjeteve. Ndërkohë, qarkullimi në zonë është normalizuar pas ndërhyrjes së shërbimeve policore dhe largimit të mjeteve të dëmtuara nga rruga. Autoritetet apelojnë sërish për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve, veçanërisht në segmentet ku lagështira e rrugës rrit rrezikun e aksidenteve.